dhe ka qenë bisedime me Kurtin dhe lëvizjen vendosje. Mund të them që zonja Haxhiu nuk paraqet ndonjë problematik, mund të them, si emër dhe si strukturë gjinore. Është, mund të them, rrjedh nga një familje që ka dhënë një kontribut në tërë çështjet dhe proceset që ka kalu Kosova. Dhe mendoj që nuk është në pyetje që ajo dëshiron të, mund të them, të bullizohet apo të kundërshtohet nga pjesa tjetër, por kundërshtimi ndaj saj marr më tepër aspekte të cilat janë barikadime politike të forcave të ish opozitës dhe atyre që dëshirojnë ta bëjnë kandidaturën e saj me 30 herë apo 32 herë, që besoj që tëra kjo tregon kryenësi. Nuk ka të shumë, nuk jap shenja që ose nuk është një mund të them identifikim që mund të quhet që ka të bëj me në kontinuitet. Propozimi i saj ka të bëj me atë që ka të drejtë Kurti apo opozita në këtë rast, ish opozita në këtë rast. Dhe mendoj nuk i bën derë tëra kjo, ndoshta edhe personalitetit të saj, sepse momentalisht është ministre është në detyrë. Dhe mendoj që ai e di që ka dëshirë dhe ëndër të pri parlamentit, sepse mirë është, Kosova ka përparime të mëdha, sidomos kemi femër një presidente, pastaj të kemi femër edhe një kryetare të parlamentit, do thotë mund të them në region edhe më tepër feminizmi në Kosovë është pranuar dhe ka dhe rezultate, mund të them drejtën. Por nuk është pyetje këtu ajo euforia antifeministe, por lojnat politike për të cilat mendoj që edhe nuk është e sinqertë edhe nga propozuesi i Partisë së VV-s, po edhe nga barikadimi i forcave të opozitës. Mendoni se Serbia do të përfitojë nga ky ngërç institucional, duke e shfrytëzuar qoftë për të krijuar incidente? Po Serbia çdo, mund të them, element që Kosova nuk ka rezultate ose mund të them ka dështime, për Serbinë është e mirëseardhën. Dhe i tërë ky ngërç i tillë që është duke zhvilluar, Serbia mund të përfiton, qoftë nga shfrytëzimi i situatave ose në kanale diplomatike ose në, mund të them, aktivitetet të cilat mund të jenë të luftës hibride, pastaj të inteligjencës, që përçarjen më të e cila sot ekziston është, mund të them, sinonim i tyre. Bile mund të them drejtën, me ndërlidh komplet me tërë këtë proces mund të them, i cili nuk është i arsyeshëm, nuk është logjik brenda institucioneve tona. Është ajo fjala mund të them, liderit e tyre shpirtëror, babait të serbëve, të kohës së re, Dobrica Ćosićit, i cili thotë që në Kosovë kemi humbur, por e kemi vetëm një adut. Atë kur ka përçarje brenda shqiptarëve dhe arrihet të krijohet bindja që forcat ndërkombëtare që kanë ndihmuar në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës të shndrohen e kundërta, nga bindja e njerëzve që ne mund të jemi sovranista dhe nuk kemi nevojë për forca amerikane dhe forcat që na kanë ndihmuar aleate. Ku të arrijmë këtë moment, atëherë do ta kemi edhe rikthimin dhe fitoren e shpejtë në Kosovë. Edhe tëra kjo hyn këtë komponent, çdo përçamje dhe çdo vonesë, sepse ka po them, vin disa momente që janë të pakuptueshme. Nuk mund të shkon të përsëritet seancat 48 orë me 3-4 seancat e tilla. Legislaturat e kaluara, them drejtën, kanë qenë jashtëzakonisht efikase dhe është arritur kompromis. Bile sa i përket krijimit të institucioneve të parlamentit, procedurat kanë qenë jashtëzakonisht të shpejta dhe nuk ka pas ndonjë kundërshtim. E kjo krijon problematika tjera, sepse edhe disa ligje që duhet votohen në Kuvendin e Kosovës që kanë të bëjnë sidomos me fondin e rritjes për Kosovën, ndarë nga Unioni Evropian për 6 vendet e Ballkanit, në shifrën 6 miliard, që Kosova i ka përmi 800 milion. Kista parë është dashur
të startojmë me 61 milion, nuk mund të arrijen pa u bë votimin e parlamentit. Do thotë ne psojmë edhe në aspektin ekonomik, pastaj në aspektin e investimeve që investitorët që mund të vinë në Kosovë nuk e ndin veten të sigurt sepse ata morën instruksione edhe nga autoritetet e tyre ekonomike, po edhe nga ministritë e jashtme. Ku ka një destabilitet dhe nuk ka ende institucione të cilat kanë legitimitet dhe të dalur nga vullneti i popullit, hezitimi dhe devijohet dhe ato investime mund të shkojnë në Maqedoni, mund të shkojnë në Maltezi dhe mund në vende tjera, kështu që mendoj që e tëra kjo hin në atë çka pyet ju. Serbia dëshiron që ta ketë një gjendje dëshiron që Kosova të jetë në një gjendje të tillë kaotike dhe mund të them në një situatë ku është e pakuptueshme dhe këtë të shfrytëzon pastaj për aktivitete dhe dezinformata të ndryshme. Që Kosova nuk mund të bëjë shtet, nuk kanë traditë shtetit, është krijesë e dikujt tjetër. Gjitha këtë opus të fjalorit anti shtet Kosovë, Serbia mund ta përdorë. Por edhe element tjerë, të cilat mund të krijojnë destabilitete me forma dhe aktivitete të shërbimit të biaserbëve. Qartë, po për rolin e presidentes Vjosa Osmani, ç'mendim keni? Mendoni se ajo ka forcën e duhur për t'i udhëhequr këto parti që t'i orientojë dhe të kënaqen të gjithë në fund? Vjosa Osmani, sipas përgjegjësive të saj kushtetuese, ka kryer misionin e vet, ka thirrë seancën konstitutive dhe deri këtu janë përgjegjësitë e saj ligjore. Por ato morale mund të jenë të thirrët një seancë, me duket ka po tentativë, të ka shpreh dëshirë që të takoj partitë parlamentare të marrë për rastin e bllokimit të tillë dhe ngërçet e tillë. Por mund të them drejtën, është limituar ajo baza ligjore që mund të ndërhyjë që këtë mund ta bëj ose ta bëjnë, mund ta them, një lloj pyetje dhe ankimimi në gjykatën kushtetuese. Meqense edhe deputet kanë drejt të bëjnë kërkojnë sharrim nga gjykata kushtetuese, meqense në vitin 2014 kushtetuesja ka dhënë një komentar për tërë ato procedurat që në çdo rast partisë së parë i takon kryetari i parlamentit, ka qenë ai ngërçi i atëri vlanit, mund të them, me PDK-n dhe por nuk ka më çdo detaj, çdo normë juridike të fut në raste të tilla se a duhet të kemi, se tash vetë vendosja ose partia që ka dalë fituese ka bërë një ankimim që mund të shkojë edhe deri në 60 ditë për atë se a mund të kemi votim të fshehtë apo të hapur. Dhe në këtë drejtim aspektet ligjore të presidentes kanë qenë deri këtu. Presidentja ka arritë dhe ka bërë një konsultë një javën e kaluar me partitë parlamentare për caktimin e zgjedhjeve lokale që janë afati kushtetues, do thotë i tyre është në tetor dhe që përfundon 4 vjeçari i kryetarëve të komunave dhe asamblezëve dhe tentohet ndoshta këtu është edhe ai ngërçi që mund të kemi zgjedhje të përbashkëta lokale dhe parlamentare. Por ajo çka është më rëndësishme, them, presidenti Osmani në aktivitetin diplomatik ka luajtur një rol, ka pas disa vizita të rëndësishme dhe mund të them që është një zë që në institucionin e presidentit ose përgjithësitë të institucioneve të Kosovës ka kontakte, mund të them, jashtëzakonisht të mira me faktorit ndërkombëtar, vizitat e saj qoftë në Vatikan, qoftë në pjesën perëndim lindje, edhe në Indonezi dhe Bornei, dhe aktivitetet e saj diplomatike, mund të them drejtën, në takimin e forumin diplomacisë që u mbajt në Antali të Turqisë, dhe gjitha këto mendoj që ka një farë boshllëqe ka zavendësuar, por kompetencat e saj janë ato që janë dhe nuk mund të krijoj, mund të them, ka fuqi efektive për të kërkuar që e keni një afat ose shpërndaj parlamentin. Këtë nuk e ka mundësi ta bëj presidenti. Këtu dua të ndalem pak sepse është përfolur në media që zonja Osmani mund të jetë më aktive në politikë duke krijuar një parti të re përpos LDK-s dhe guxon. Si mendoni ju, si do e ndikonte nëse do vinte në një parti të re klimën politike në Kosovë? Mendoni se do kishte një përkrahje shumë të madhe nga populli kosovar zonja Osmani? Kjo është sepse mandati i saj është deri në prill. Jemi saktë datë, por vit 2026, do thotë tani kemi hyrë në atë fazën po konsumohet mandati i saj 5 vjeçar. Nëse ka shenja që arrihet një unitet
sepse njerëz kanë dëshirë të jenë presidenta, mbi tërë jetën kanë dëshirë të jenë kryeministë dhe presidente. Nuk është edhe në komunizëm dhe në demokraci, nuk dallojmë shumë, me thënë drejtën, në ato epshet apetitet e karrierës. Dhe po që se kjo ka nohatur që nuk ka gjasa që të krijoj atë 80 votë brana në parlament dhe konsenzusin që ti vazhdohet plus 5 vite, atëherë do të shkoj në solucionin e saj me gjasë të formoj parti politike. Sepse në raportet me Guxo, që mund të them e ka formuar atë parti, nga kolegë të afërt rreth saj, dhe por sot më duket që ka një divergjencë, duket që ka me këtë listën Guxo, dhe dëshiron që me dalin skenën e subjektit të ri, me si udhëhece dhe kryetare e këtij subjekti X, nesër mund të jetë pastaj balans i disa proceseve politike në Kosovë, sidomos të asaj që ka të bëjë me zgjedhjet eventuale të reja. Tash mendoj që afërsia e saj me LDK-n burimin e ka atu. LDK-ja mund të pres që të kenë pastaj një bashkëpunim për një listë përbashkët me partinë e Vjosa Osmanit. Krejtën mund të them spekulime. Nuk ka, po mendojmë që armja politike mund të jetë, po që se nuk merr mandatin edhe për 5 vite për presidente. Atëherë do të kemi një situatë jashtëzakonisht interesante. Duket që ka një reputacion, ka një ndikim. Tash au ndikimi i pushtetit, sepse duket ai Ben Blushi ka pas thonë fjalën me Partinë Libra, duket Shqipëri ka pas qenë ajo fjalia që e mbylla partinë se shqiptarët e dojnë pushtetin, jo opozitën. Nuk mund tash kjo mund të provohet, pastaj pa pushtet mund të provohet. Por besoj me sa shifet pjesa e LDK-s që ka qenë votuese e VV-s mund të afrohen të Vjosa Osmani. Këtu LDK-ja mund të pret, sepse LDK-ja nuk e besoj që e mirë pret sekretare partije, sepse ata që vinë kryt partisë asesi nuk shojnë pa. Do thotë është e pamundshme të jetë të zëvendësoj Abdigjiku në këtë rast. Mirë, po koalicionet brenda mund të jenë që ose një listë përbashkët që mund të sjellin ndonjë benefit